Aeroporti i Vlorës, një projekt me shumë premtime për zhvillimin e turizmit dhe ekonomisë së jugut të Shqipërisë, duket se ka hyrë në një fazë të vështirë. Pas një periudhe entuziazmi dhe investimesh për ndërtimin e tij, kantieri tashmë është në një gjendje shqetësie. Kjo ka krijuar shumë shqetësime të mëdha jo vetëm në të ardhmen e projektit, por dhe për mundësitë që ky aeroport mund të ofronte për rritjen e turizmit dhe zhvillimit ekonomik në një të ardhme të afërt. Një nga shqetësimet kryesore është se ritmet e punës kanë pësuar një ulje të ndjeshme. Pamjet që po ndiqni në ekran janë filmuar këtë fundjavë dhe si kundër shihet, në kantier nuk punohet. Pasiguria përfundimtare në lidhje me hapjen e aeroportit ka bërë që shumë plane dhe investime të tjera të vonohen, duke sjellë pasiguri edhe për sektorin e turizmit. Një nga shqetësimet kryesore është se ritmet e punës kanë pësuar një ulje të ndjeshme. Në fakt, shumë nga punëtorët dhe ekspertët që janë angazhuar për ndërtimin e aeroportit janë të shqetësuar për ngandalsimin e procesit, pasi fluturimet që kishin qenë të planifikuara të nisin para sezonit të verës së këtij viti, duket se nuk janë më në plan. Nisur dhe nga konflikti mes aksionerëve që përfundoi në dyert e gjykatës në fund të vitit të kaluar. Pasiguria përfundimtare në lidhje me hapjen e aeroportit ka bërë që shumë plane dhe investime të tjera të vonohen, duke sjellë pasiguri edhe në sektorin e turizmit. Një tjetër fakt shqetësues është se përveç mungesës së ritmeve të punës gjatë ditëve të javës, është konstatuar dhe në fundjavë kantieri është thuajse i ndaluar. Nuk ka më punë që të kryhet gjatë fundjavave, gjë që ndikon në ritmin e përfundimit të punimeve dhe është një shenjë tjetër e problemeve të mundshme që mund të hasen në realizimin e projektit. Ky ngadalësimi i punimeve dhe mungesa e angazhimit gjatë fundjavave e bën edhe më të paqartë të ardhmen e këtij projekti. Përveç kësaj, mjetet e tonazhit të rënd që janë angazhuar për ndërtimin e infrastrukturës janë fikur dhe nuk po përdoren siç duhej. Një pamje e tillë e kantierit të papunuar dhe të heshtur është larg asaj që pritej për një projekt kaq të rëndësishëm për rajonin. Mungesa e aktivitetit ka ngritur pikpyetje në lidhje me arsyet e këtij ngadalësimi. A janë të lidhura me problemet financiare, pengesa teknike apo konfliktin mes dy aksionerëve? Pasiguria rreth këtyre pyetjeve ka rritur një ndjenjë pasigurie tek qytetarët, të cilët shpresonin se ky aeroport do të ishte një mundësi për punësim dhe zhvillim ekonomik. Ritmet e punës janë të ngadalësuara dhe planet për fillimin e fluturimeve janë në rrezik. Të gjithë shpresojnë se ky ngadalësim do të kalojë dhe kantieri do të rilindë sërish për të realizuar një projekt i cili mund të jetë kyç për zhvillimin e rajonit dhe ekonomisë, por pa një zhvillim të shpejtë dhe të vazhdueshëm, është e vështirë të parashikohet se kur do të arrihet në një përfundim të suksesshëm.